Tum njerës, ja ku jam, sot e hënë, ora 9, Radio Sol, si gjithmonë, frekuenca 89 MHz. Njerës, dëgjojeni emisionin në radio se përveç horoskopit, që mund t'ju interesoj diçka më shumë, keni dhe muzikë shumë të mirë, sepse natyrisht në fund të horoskopit ju e dini që unë analizoj edhe një këngë, një këngëtar, një grup, dhe një këngë të këtij grupi, të këtij artisti, pra është mesazhi i yjeve të muzikës, e keni në radio, mund të dëgjoni dhe këngët origjinale. Besoj se është emision interesant, ti dëgjosh edhe këngët, edhe tekstin e këngës, edhe horoskopin e dia. Prandaj, toni të vëmendshëm, çdo të hënë në orën 9, Radio Sol, kudo që t'jeni, 89 MHz, keni kryer punë. Në rregull? Tashi, sot për shembull kemi në radio, në transmetimin e një artiste që do të na shoqëroj. Quhet Gloria Gaynor, një këngë të cilës unë do të analizoj në fund. Okej? Fillojmë me horoskopin. Dashi. Antropologja angleze Jane Goodall e shenjës dashit, e cila një pjesë të mirë të jetës e ka kaluar në mes të shimpanzeve në Tanzani, është një nga ekspertët më të mëdha në botë të këtyre krijesave. Njerëz të dashit, bura gra qofshi. E imagjinoni dot se cila ka qenë loja e saj e preferuar kur ishte e vogël? U them unë. Ishte një majmun i vogël pellushi. Padyshim, edhe në fëmijërinë tënde, o dash bura grua qofsh, ka pasur shenja të tilla, lojra të tilla, kujtime të tilla. Ndoshta parathënie të së ardhmes që pastaj ke provuar t'i zhvillosh e t'i realizosh, apo farza të së ardhmes që sapo kishin filluar të lulëzonin, apo të dyja bashkë. Çardoj që t'jetë, ka ardhur momenti që të reflektosh mbi këto shenja, o dash, bura grua qofsh, e nëse i zbulon e i risjell në jetë ato prirjet fëminore, ka shumë mundësi që të kesh shumë përfitime në ditët në vazhdim. Demi. Në Testamentin e Vjetër tregohet historia e një njeriu me emrin Matuzalem, që sipas testamentit ka jetuar 969 vjeç. Sipas dikujt, ka shumë mundësi të mos ketë jetuar gati 10 shekuj, por ishte një njeri tepër i aftë në artin e të jetuarit. Çdo të thotë tepër i aftë në artin e të jetuarit. Do të thotë që eksperiencat dhe veprat që Matuzalemi kishte bërë në jetë ishin aq të shumta, aq të pasura sa dukej sikur kishte jetuar 969 vjeç. Do të pëlqente që edhe ti o dem, bura grua qofsh, ta kishe kështu periudhën në vazhdim. Sipas analizës time, të parashikimit të yjeve natyrisht, në javët në vazhdim edhe ti o dem, bura grua qofsh, do të kesh një periudhë tepër të pasur me aktivitetet të tilla që do të duket sikur po jeton më gjatë. Gëzoje këtë periudhë o dem, bur a grua qofsh. Binjakët. Shkrimtari amerikan Theodore Rothke, i shenjës binjakëve, në poezinë e tij The Walking, që unë e kam përkthyer Rizgjimi, thotë: unë e mbështes të ardhmen time në faktin që nuk duhet të trembem, nuk duhet të kem frikë. Binjak, bura grua qofsh, unë të ftoj që këtë thënie të Theodore Rothkes ta bësh moton tënde në javët në vazhdim, dhe kjo jo vetëm. Me fjalë të tjera, o binjak, grua qofsh, a bur qofsh, mëso diçka më shumë për të ardhmen tënde duke u bërë më kurajoz, më i guximshëm. Ke nevojë për aventura të reja që do të çlirojnë mendjen dhe do të stimuloj pjesën më të mirë tënde. Besoj ëndrave që të bëjnë ti lesh më njanë preokupimet dhe të ndjehesh më i lirë e më i qetë. Duke qenë më i lirë e më i qetë, do të jesh edhe më i kthjellët. Gaforia. Gafore. Bura grua qofsh, a ne qofshi më shumë bura gra qofshi, për të bërë parashikimin tuaj për këtë javë jam referuar poetit, dramaturgut, skenaristit, dizenjatorit, shkrimtarit, regjizorit dhe aktorit francez Jean Cocteau, i shenjës gafores. Ai ka thënë: duhet ta dish se kur është momenti që te i kalon. Gjë që mua më duket një këshill e mirë për ju në momentin që ndodheni.
Gafore, jeni në një fazë të ciklit yjor në të cilin nuk mund t'ja lejoni vetes të rrini në rresht, të zbatoni rregullat, apo të qëndroni brenda atyre kufive që të tjerët ua kanë vendosur. Për të mirën tuaj fizike e mendore, duhet t'i kapërceni ato kufi që deri më sot i keni zbatuar me rigorozitet. Por është e gabuar të mendoni që duhet ta lëshoni pa duar. Mundohuni të kuptoni se ku duhet të ndaleni. Okej? Luani. Në librin e tij In Portugal, në Portugali domethënë, shkrimtari iberik portugez Bell, i shenjës Luanit, e ka përcaktuar kështu termin nostalgji, saudade në gjuhën e tij. Një dëshirë të paqartë të vazhdueshme për diçka që nuk ekziston dhe që mbase nuk ka për të ekzistuar kurrë. Për një moment të kaluar o të ardhshëm, por sidoqoftë të ndryshëm nga e tashmja. Nuk është, vazhdon ai, as një pakënaqësi e vërtet, as një trishtim vrasës, por një malinkoni dembele dhe e ëmbël. Luan, bura grua qofsh, unë mendoj që duhet patjetër ta ndaloni saudaden tuaj dhe duhet të hiqni nga koka me njëherë të gjitha gjërat që kanë të bëjnë me saudaden, me nostalgjin pra. Por në qoftë se vërtet ju pëlqen, mund t'i ktheheni më vonë. Tani për tani, stop. Sepse ju duhet dëshira për gjëra të mundshme dhe për këtë duhet ta hiqni, duhet ta shlironi mendjen nga nostalgjia. Nuk duhet të rini me mendjen në të shkuarën. Virgjëresha. Virgjëresha. Bura gra qofshi, pra virgjëresha apo virgjërusha, si të doni se. Duhet edhe kështu më duket. Frymëzimi për parashikimin e sotëm për shenjën tuaj, duke dashur t'i ilustroj atë çka yjet thon, mesazhin e yjeve pra, e gjeta te një tregim te një dokumentar televiziv. Personazhi i shenjës virgjëreshës, emrin e cilit nuk po e them, tregonte që kur ishte, ose kur kishte qenë 19 vjeç, një agresor i armatosur e kishte plagosur në kampusin e universitetit. Rreth 30 vjet më vonë, ky njeri ishte kthyer pikërisht në vendin e krimit. Për 2 orë, ulur, kishte medituar pikërisht në vendin eksakt ku i ndodhi plagosja. Pyetja që donte të jepte përgjigje ishte: a kishte përfituar ndonjë gjë nga kjo eksperiencë e hidhur? Dhe përgjigja ishte pa diskutim po. Zbulova, tregonte ai, shumë gjëra të mrekullueshme që më kishin ndodhur pikërisht për faktin që destini im, fati im, ishte modifikuar nga ajo që ndodhi. Virgjëresha, bura gra qofshi, ju këshilloj që edhe ju të kujtoni një moment të errët të jetës tuaj dhe sekundër dhe ai që ju tregova pak më lart, të gjeni anën pozitive dhe prandaj duhet filloni e të mendoni shumë pozitivisht. Peshorja. Zhgënjimet duhen ndjegur, nuk duhen balsamosur. Thoshte në një prej aforizmave të tij ish gjykatësi anglez i viteve 1800, Sir Henry Haskins, është i shenjës peshores. Dhe kjo më duket një këshill shumë e mirë për ty o peshore, bura grua qofsh. Je në momentin ideal, figurativisht, për të djegur të gjitha dështimet e tua, zhgënjimet, dëshmërimet që të kanë ardhur si pasojë e kësaj. Dhe jo vetëm, por duhet t'i lesh të digjen derisa të bëhen hi e të mos ngel shenjë prej tyre. Dhe kur them të gjitha, do me thënë, si ato që janë më të freskëta e si ato që janë më të vjetra. Nuk të shërbejnë më as si eksperienca, as si thirrje të ndërgjegjes, nuk të shërbejnë. Është momenti peshore, bura grua qofsh, të çlirohesh se përpara rrugën e ke të shtruar. Akrepi. Ajo që tek njeri nuk mund të zbutet dhe ngelet e egër, nuk është pjesa e keqe e tij, është pjesa më e mirë, ka thënë poeti i Argjentinës Antonio Porcia, i shenjës së akrepit. Sipas këndvështrimit tim, në këtë rast si astrolog, është momenti ideal për të pasur një mirë kuptim të vërtet me pjesën tuaj më të ndjeshme
që brenda ju shqendron për ta kuptuar atë më mirë, për ta nxitur, për ta ndihmuar që të rrihet lirshëm, duke pasur mundësi që të vadis pasaj çdo pjesë të mirë tuaj dhe kujdo që afër ju shqendron. Shigjetari. Të gjitha idetë e mia më të mëdha e më të mira kanë lindur nga fakti që nuk kam pasur një përgjigje për diçka apo që nuk e kam ditur diçka, ka thënë aktori, skenografi, montazhieri dhe producenti kinematografik amerikan John Cassavetes i shenjës Shigjetarit. Shigjetar, bura gra qofshi, unë shpresoj dhe uroj që kjo që sapo ju tregova t'ju ngrej sa do pak moralin. Edhe pse e ketë vështirë ta besosh është shigjetar bura grua qofsh, rruga jote në atë që po kërkon të bësh së shpejti do të marrë një kthes të rëndësishme. Edhe pse të duket sikur po nëton në ujëra të turbullta, je duke zbuluar diçka shumë të rëndësishme që shumë shpejt do të gëzoj jashtë mase. Gëzoju faktit, o shigjetar, bura grua qofsh, që nuk e di se çfarë po të vjen, sepse kështu surpriza do t'jetë akoma me madhe. Britsjapi. Ambicia mund të fluturojë shumë lart, por mund edhe të zvarisë për tokë. Ka thënë filozofi anglez Edmund Burke, i shenjës Britsjapit, që është quajtur edhe Ciceroni britanik nga mesi i viteve 700. Do t'jetë shumë mirë që këtë gjë ta kesh parasysh për gjithë muajin e ardhshëm o Britsjap, bura grua qofsh, diku nga java e parë muajit që vjen, por ndoshta edhe nga java e tretë, ambicia jote do të ngrihet në fluturim. Por ti o Britsjap, bura grua qofsh, duhet të kujdesesh që ta mbash nën kontroll, që ajo të lëviz në mënyrë të njëtrajtshme, të sigurt dhe duhet të bësh shumë kujdes edhe në detajet e vogla. Mos e lër ambicien të fitoj fush. Ujori. James Joyce ka qenë një shkrimtar dhe dramaturg irlandez i shenjës së ujorit natyrisht. Ishte tepër i aftë për të shkruar, i pëlqente pija, por nuk ishte as pak i aftë për të bërë grusht, për t'u zënë. Dhe çfarë bënte? Kishte zgjedhur një mik, një shok, që ishte shumë më sportiv, shumë më i fuqishëm, që nuk ja përtonte. Sa herë që ngatrohej me në një, diku, në ndonjë bar në Key West, në pikën jugore të Amerikës, Joyce fshihej pas mikut të tij që ishte Ernest Hemingway. Joyce, pas kurizit e Hemingwayt, gërthiste, rife, bjeri. Ujor, bura grua qofshi, nuk parashikoj që edhe ju do të përfshiheni në ndonjë sherr javët në vazhdim, por mendoj që keni nevojë për një alat, për një partner të fuqishëm dhe të vendosur. Është momenti që duhet i shtoni një dozë sigurie, mbështetjeje aktivitetit tuaj, kudo qoftë, aktivitet privat, aktivitet tregtar, aktivitet fizik, apo aktivitet ndjesor. Peshqit. Përpara se të vendosni të jeni depresiv apo që keni pak sqim për vetveten, ka thënë shkrimtari amerikan William Gibson i shenjës peshqve, sigurohuni që nuk jeni të rrethuar nga një tuf maskaresh. Peshq, bura gra qofshi, unë mendoj që jeni tamam në momentin për të kontrolluar atë që ka këshillon amerikani William Gibson. Kohët e fundit, përqindja e tarallakëve rreth jush sikur është rritur. Ja. Nuk është e vërtetë o peshq, bura gra qofshi, bëra shaka deri në far pike. Sepse këshilla ime është që duhet të reduktoni ca ndikimin e idiotëve në jetën tuaj. Dhe kjo gjë, e dini si bëhet? U a them unë. Peshq, bura gra qofshi, analizoni pak veten dhe përpiquni të gjeni se çfarë duhet të ndryshoni tek vetja për të pasur më pak probleme dhe ndërkohë, me siguri, do të gjeni edhe pikën kyçe që do të largojë nga ju, këdo qoftë me idiotësinë e tij apo të saj, që po i mërzit pak si shumë.